Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Sot është e mërkur, data është 25, muaj është i 2, viti 2026, vit që po e shkeli. Dhe tova sërish të regoj një edukat dhe kulturë krejt tjetër se përket përdorimit të gjuhës shqipe. E ka treguar edhe më herët edhe gjatë kohës së komunizmit, por e ka treguar edhe sot. Dhe të falë gazetarëve, të cilët nuk i ndeten Lepe Peqe, ministres së arsimit, e cila si duket është e kurdisur që të përdor disa, nuk themi ofendime, por përdorime juridike në thojza vëllezërit nga Krushevska Republika thonë ndërvene advokat. Dhe ja se çfarë ndodhi sot gazetarët, pra i ia kthyen bumerang ministres së arsimit, cila nuk është juriste, atë se si duhet të jetë pas deklaratave të saj, normal se duhet vijë përkthimi, sepse ka media në gjuhën shqipe, ka dhe shqiptarë të cilët nuk e njohin mirë gjuhën maqedonase. Të dëgjojmë se çfarë reagimi pati. Македонија има еден службен јазик и уште еден што го зборуваат заедниците, да, и јас се наоѓам во Тетово, каде што се зборува албанскиот јазик, но важа и не треба да имам преведувач, вие треба да го знаете и македонскиот јазик. Јас малку подразбирам, сум кажала неколку пати, но за да не сгрешам во преводот, замолувам да ми се преведе најкултурно и мислам дека ако сакаме да живееме во нашата заедничка земја, јас тоа 1001 сум го повторила, ова е наша заедничка земја, ние во оваа земја треба да се почитуваме, да си ги почитуваме различностите, по можност да си ги знаеме јазиците, но доколку не можеме да се разбереме, треба да си помогнеме едни на други за тоа да биде така. За друг пат кога ќе доаѓаш те тоа треба да земаш преведувач. Нема обврзува законот. Нема обврзува. Дали ќе продолжиме за законот? Pra, gazetarët e larë me gishta në gojë, e cila mori rolin edhe të gjykatësit, prokurorit, e çka nuk mori rolin. Mirë po. A është bashkështu rasti me ministren? Apo është e montuar, sepse nuk është herë e parë që ajo po bën jo kikse, por gjërat e përgatitura që është më përpara, vetëm se kjo ka bekimin e kryeministrit. Tash ashiqari diktohet dhe në qeveri, sipas gjitha gjasave, është edhe vlen. Pra, juridikisht, nuk është e saktë të thuhet se ekziston vetëm një gjuhë zyrtare. Vërtet maqedonisja ka status primar shtetor, por nuk duhet të haruar se Shqipja ka status zyrtar paralel në përdorim institucional, jo thjesht gjuhë komuniteti. Pra, ligjërisht, në Maqedoninë e Veriut maqedonisja është gjuhë zyrtare në nivel shtetëror, por Shqipja është po ashtu gjuhë zyrtare në përdorim zyrtar sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, sidomos në komunat ku shqiptarët janë mbi 20%, pra si Tetova, cila është 80%. Pra, realiteti juridik është më kompleks se sa deklarata që ka vetëm një gjuhë zyrtare. Ndërsa, pse ishte politikisht, deklarata e saj në Tetov, qytet me shumicë shqiptare, tingëllon si mesazh politik për elektoratin maqedonas, theksim i shtetit unitar dhe i Maqedonisë si gjuhë shtetërore. Këto deklarata zakonisht përdoren për mobilizim politik, ndërsa institucionalisht në një shtet multietnik, praktika normale është që zyrtarët e lartë të kenë përkthim kur flasin në zona me gjuhë tjetër dominuese. Kjo nuk është dobësi, por standard profesional. Refuzimi për të institucionalizuar përkthimin krijon tension të panevojshëm. Dhe kur vjet te komunikimi publik, kur një ministër thotë, "Du ta dini maqedonisën", kjo perceptohet si qasje hierarkike në një shoqëri të ndjeshme etnikisht. Kjo shton polarizimin, dhe nëse juridikisht ajo mund të mbështetet në interpretimin e saj të ligjit, jo si thotë ligji. Përfundimi praktik del, ky nuk është debat për përkthim teknik, por për simbolik dhe raport pushteti. Në vend të insistimit se kush duhet ta përkthej për kë, zgjidhja më e shëndetshme institucionale do të ishte përkthim i garantuar nga organizatori dhe pikë, së radhë Ministri i Arsimit. Kornisa kushtetuese dhe ligjore. Në Maqedoninë e Veriut, në një shtat i kushtetutës përcakton se gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cilirik janë gjuhë zyrtare në gjithë territorin. Çdo gjuhë që e flasin të paktën 20% e qytetarëve është po ashtu gjuhë zyrtare. Slushna janë evska. Kjo u operacionalizua me ligjin për përdorimin e gjuhëve në vitin 2018, i cili zgjeron përdorimin e shqipës në institucionet qendrore, komunikim me qytetarët, procedurat administrative, komunikim publik të zyrtarëve në rrethana të caktuara. Pra, juridikisht, nuk është e saktë të thuhet se ekziston vetëm një gjuhë zyrtare.
Maqedonishtja vërtet ka status primar shtetëror, por Shqipja ka status zyrtar paralel në përdorimin institucional. Pra edhe një herë, jo thjesht gjuhë komuniteti. Deklarata e ministrës është një interpretim i ngushtë politik i nënit kushtetues, jo pasqyrimi plot i realitetit. Kjo ka edhe dimension institucional. Kur një ministër ndodhet në Tetov, komunë me mbi 80% shqiptar, përdorimi i Shqipës nuk është gjest misjellje për pjesë të standardit institucional. Praktika normale në shtetet politike thotë përkthim simultan ose komunikim digjush organizuar nga institucione. Refuzimi për ta marrë me vete këtë detyrim krijon perceptim të shmangjes së standardit administrativ. E cili është dimensioni politik? Deklarata ka 3 shtresa politike: mesazh identitar, theksimi i një gjuhë zyrtare silon segmentin nacional të elektoratit maqedonas, reaktivizimi i debatit pas marrëveshjes së Ohrit, zbatimi të drejtave gjithësore buron nga marrëveshja e kolonizimit e Ohrit, çdo relativizim i përdorimit të Shqipërisë prek direkt ekuilibrin e krijuar pas 2001 dhe polarizimi i kontrolluar. Tema e gjuhës përdoret shpesh për zhvendosje vëmendje nga temat social-ekonomike. Mobilizim emocional para cikleve zgjedhore. A ka shkelje ligjore? Nga deklarata e cituar nuk rezulton automatikisht shkelje ligjore, por nëse institucioni nuk siguron përkthim atij ku ligji e parashë, atëherë mund të ketë problem procedural. Nëse komunikimi publik përjashton një gjuhë me status zyrtar në atë komunë, krijohet bazë për ankesë administrative dhe del një përfundim i drejt për drejt. Juridikisht, deklarata është e pjesshme dhe reduktuese. Politikisht është pozicionim identitar i vetëdijshëm. Institucionalisht qasje jo optimale për një shoqëri multietnike. Debati nuk është për përkthyes, është për balancën mes konceptit të shtetit unitar dhe realitetit kushtetues politik. Pra, kjo është më se e vërtet që Ministri i Arsimit ka parapavi se nuk është herë e parë kur vjen në Tetov. Ka. Atë mos e përmendim se Blendi Hodaj ja tha në një emision debativ, ajo mund të jetë vetëm profesore e jashtëm universitare, jo e brendshme sepse nuk i ka notat si kërkon ligji. Ndërsa kryeministri as nuk mund të jetë as asistent, jo më profesor universitar. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej vlon edhe Tetova vlon. BDI-ja ka dalë një deklaratë sonde me reagim për situatën me alarmet për bomba në shkollat e Tetovës. Vërtet kjo që është të ndodh është vërtet e çuditshme. Musa di ka për cyberkrim policia e Tetovës ka Republika e Maqedonisë MPB-ja ka cyberkrim. Dega e BDI-s Tetov shpreh shqetësimin e thellë për situatën alarmante në shkollat e qytetit. Humbja 15 ditëve mësimore për shkak të alarmeve për bomba është pasojë drejt vërtet e paaftësisë së udhëheqjes komunale të garantuar siguri dhe stabilitet. Dëmi është i madh ose orë të tëra të humbura, plan programe të çrregulluara, rënje cilësisë së mësimit, nxënësit po përballen me stres, ankth dhe pasiguri të vazhdueshme. Shkollat janë shndruar në vend frike dhe pasiguri. Kërkojmë nga policia dhe organet e sigurisë që urgjentisht të identifikojnë dhe të vënë para përgjegjësisë autorët e këtyre kërcënimeve. Çdo ditë vonesrit pasigurinë dhe dëmton fëmijët tanë. Njëherë kërkojmë nga qeveria dhe Ministria e Mbrojtjes masa të shtuara sigurinë për shkolla, koordinim më të fortë institucional dhe plan konkret për mbrojtjen fizike dhe digjitale të institucioneve arsimore. Nuk do të lejojmë që paaftësia dhe mungesa e përgjegjësisë të paguhet nga fëmijët tanë. Tetova ka nevojë institucionale, funksionale dhe leadership që garanton siguri, stabilitet dhe cilësi në arsim. Jashtë kësaj, sot shumë prindër më janë ankuar edhe mua. Kur do të zëvendëson këto orë? Apo, si tha njëri tha, mbas edhe shkolla këtu kanë ndonjë dobi. Kursehet ngrohja. Nuk është okej, për ne vazhdojmë më tej, pra, ta bajnë ndërgjegjen ata të cilët edhe nuk për kujdesen. Në moment kur krimi organizuar në Tetov vitin 2024 gjeti vetëm 374 gram drogë, kjo është jo për ta qenë me gratë e as me burrat të Malësisë së Sharrit. Është vërtet rënqethëse. Aq është konsumi vjetor i 1,5 narkomanëve. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Ministri i Drejtësisë, Filkov, nuk është në rregull që përmendi emrat e prokurorëve dhe gjykatësve. Kështu është shprehur kryetari i Këshillit të Prokurorëve Bashkim Besimi, referuar deklaratës së dieshme të ministrit të Drejtësisë Igor Filkov, i cili përmendi emrat e prokurorëve dhe gjykatësve që caktuan para burgimit shtëpiak për ata grupi. Ndërsa, për thirrjet e Filkovit që parasin arrestin shtëpiak, Këshilli i Prokurorëve dhe gjykatësve të thirrin seancë urgjente për të kërkuar përgjegjësi eventuale, Besimi shpreh se për këtë çështje kompetente është prokuroria e lartë dhe ajo republikane. Dhe vërtet është shumë interesante. Përzihet ministri në atë që është një ministër, jo kush e di çfarë studenti i shkëlqyeshëm. Ministër, hajde, të bëjmë ty dhe pikë.
Ja se çfarë tha bashkim prokurori, pra nga kryetari i Këshillit të Prokurorit Publik, Bashkim Besimi. Dëgjova nga mediat për thirrjet e emrave, por kompetencat e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publik janë ndryshe. Pra, ne mund të debatojmë për këtë, por këtë vendos Prokuroria e Lartë dhe ajo republikane, pra këtu ka hierarki. Për reagimet Po pra, shumë pastër. Çfarë ka të bëjë këtu edhe Këshilli Gjyqësor? S'ka të bëjë as pak me këtë. Pra, këtu edhe VMRO-ja ka gisht, njerëz të caktuar të VMRO-s, këtu ka gisht edhe LSDM-ja ka gisht kush çdo gjë. Dhe a dini cilës parti përket? Znam. Dini znamin kush e përkrahte? Branko Cervenkovski. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej vetëm vlon. Dhe unë ka 3 muaj që them aqem në podcast se Mickovski vërtet nuk ka haber nga ajo se çfarë kërkon apo luan driblon me deklaratat që i dëgjon korridoreve se mundet Maqedonia të hyjë me gjysmë vote. Sot, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Mihalis Rokas, nuk ishte vetëm tha një korrigjim të diplomatit, por një goditje drejt për drejt ndaj narrativës politike që ka qarkulluar në publik ditë të fundit rreth një hyrje të mundshme pa të drejtë vote. Dhe ai nuk ishte direkt, por kjo ka të bëjë direkt me Mickovski. Me një fjali Rokas e ktheu debatin nga sfera e spekulimeve në realitet ligjor. Pranimi përcaktohet nga marrëveshje dhe në ato marrëveshje nuk ka antarësi me pa të drejtë vote dhe pa të drejtë veteve. Okej, nuk është okej, por kjo është vetëm se si na driblojnë për të fituar kohë. Pra me rastin Artan Grupit po mbulohen shumë shka, por edhe tash po fitohet kohë. Sot pra e përmendëm, nuk dasha që të merrem me të, por do ndalim edhe pak në atë që quhet autostrada Kërçov-Or. Interesant. Autostrada Kërçov-Or kalon nëpër korridorin 8. Unë nuk e di se si do arsyetohet korridori 8, se kush e përfundon këtë. Mbi gjysmë miliard euro deri tani për autostradën Kërçov-Or janë dhënë. 500 milion euro. Rehabilitimi i rrshtetjeve të dhëut, mbrojtja e shpatëve në pyllëzim, rjetëzimi dhe spërkatja me beton janë pjesë e aktiviteteve aktuale në terren në autostradën Kërçov-Or. Kjo autostradë kushton pothuajse 600 milion euro dhe pjesa më e madhe e parave është paguar tashmë. Mesatërisht shteti paguan 9.7 milion euro për 1 kilometër autostradë. Dhe ajo ambasadoria në ikje e Amerikës Aguilar vërtet duhet del para në një gjykatë amerikane të tregoj çfarë ka problem Bechtel Elka me qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe me të. Vërtet duhet del në një gjykatë amerikane dhe të sqaroj. Ajo di shumë çka, por uzu me pel për dore dhe vëreni se ende nuk ka të caktuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk kanë të përcaktuar ambasador. Nga ajo që unë e kam thënë edhe një mbrëmje tjetër dhe përsëris prapë. Diçka do ndodh shumë interesante. Shumë. Unë e di, por nuk e lajmëroj sepse do dalin të tjerët po e kemi ditur. Thueni ju, ja unë po u them, thueni ju. Lidhur me veprimtarinë e më të tjeshme. Okej, nuk është okej, por unë këtu për pak nuk ju përshëndeta, por mbeta të them edhe diçka. Sonte në vërtet, darkat për iftar janë të ushtruar në djathën të majtë. Kush mbron, kë mbron. Dhe në vrapçisht pati një darkë ashëja. Dhe di njerëzit që mund prishin balansin politik të Vlenit, zonjë deputete Mimoza Musa dhe Azir Aliu, ishin pa prezencën e Arben Fetajt. Distancimet të reja brenda Aleancës për Shqiptarët krau udhëhequr nga zëvendësi kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj, ka arritur kulmin. Si dhe disa zyrtarë të tjerë, mësues janë distancuar nga qëndrimet e Fetajt, veçanërisht lidhur me procesin e shkrirjes së Vlenit në parti. Pra, Arben Fetaj ngutet që kjo të shkrihet në parti. Në mesin pranisht ishte deputeti Ilir Demiri, i cili më herët është shkëputur nga Zjedin Sela për të vepruar si deputet i pavarur në kuvend. Ndërsa ministri i Shëndetësisë Azir Ali deklaroi se Ilir Demiri është në shtëpinë e vet dhe aty ku e ka vendin. Okej, nuk është okej, por ky mishmash dhe këto mosmarrveshje po dalin kohëve të fundit lidhur me emrimet në AEK,
ke. Unë e di se e dini ju, rroga më të ndaja në hierarkinë e drejtorive ka AEK. Vetëm të hyra nuk ka harxhime, pra ato duhet pastaj të shpërndahen në përpuntor. Pra më rentabile se AEK s'ka. Do nuk do atje edhe me spekoni meqër parat vinë. Agjencionit për komunikime elektronike. Dhe kandidat për atje është një njeri Erben Fetaj, mbas edhe vetë Erben Fetaj, Azir Aliu, si pas mjetëve të informimit të VMR dhe PNS, dhe në mediat shqiptare filloi të shkolloj edhe emri zonjës Mimoza Musa. Por unë e kam pasur dje një këmbim i desh me ju që më përcjellni, çfarë lipën dhëndri i Talat Xhaferit tash, falni, Nevzat Bejtës edhe një mandat. Kur u zgjat herën e parë, i erdhi mirë se atëherë nuk ishte politika në pyetje. Atëherë ajo meritoi. Tash që nga në pyetje politika. Çfarë nuk ka? Çfarë Akiku jeton Akiku, pra bëhet fjalë. Për fund unë ju përshëndes. Ishte në podcastin me Sut Shabani, bëni subscribe.